pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Sa moll ka në një far? Ky gjeti më parë vëllain e vet, Simonin, dhe i tha: "E gjetë Mesian, që e përkthyer do të thotë Krishti, dhe i printet e Jezusi." Gjoni kapitulli i parë, vargjet 41 deri në 42. Ju mund t'i numëroni mollët në një pemë, por kush mund t'i numërojë mollët në një far? Këtë thot një shprehje e vjetër. Kështu është edhe me ndikimin e një personi të vetëm. Le të marrim si shembull Edward Kimball. Kimball ishte një mësues i shkollës së të dielës, i cili shpesh jo vetëm lutej për djemt po të regjinë në klas, por gjithashtu kërkonte të fitonte të gjithë ata për Zotin. Kur ai ndjehej sikur donte të dorëzohej, asnjëherë nuk fliste për këtë. Por duke e njohur natyrën njerëzore, ai mund ta kishte menduar këtë më shumë se një herë. Një i ri në veçanti nuk dukej se e kuptonte se çfarë ishte ungjilli. Prandaj Kimball shkoi në dyqanin e këpucëve ku djaloshi sistemonte raftet dhe në dhomën e pasme u përball me të rreth rëndësisë së marrëdhënies personale me Jezus Krishtin. Ai djalosh ishte ungjilltari Dwight Lyman Moody, dhe atë të shtunë ai e pranoi Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tij. Në të gjithë jetën e tij, Moody punoi në 2 kontinente duke ndarë ungjillin dhe sjell tek besimi në Jezus Krishtin mira vet. Por historia nuk mbaron këtu. Në fakt, ky ishte vetëm fillimi. Në ndikimin e Moodyt u prek edhe zemra e një burri tjetër, Wilbur Chapman, dhe Chapmani u bë një ungjilltar i cili predikoi mira vetëve. Një ditë, një lojtar profesionist bejsbolli e mori ditën pushim dhe shkoi në një nga takimet e Chapmanit. Aty, Billy Sunday u kthye në besim. Sunday hoqi dorë nga bejsbolli dhe u bë pjesë e skuadrës së Chapmanit. Më pas, Chapmani pranoi të bëhej pastori një kishe të madhe dhe Sunday filloi fushatën e tij të ungjillizimit. E kuptoni tani pse nuk mund t'i numëroni mollët në një far? Nga ndikimi i shërbesës së Sunday, një djalosh tjetër me emrin Morkadej Hem u kthye në besim, një zotëri i arsimuar dhe i respektuar, i cili nuk e kishte problem të merrte një makinë varrimi me qera dhe të ecte në rrugë me të, duke njoftuar për takimet e tij. Kur Hem erdhi në Charlotte, në Karolinën Veriore, një djalosh i ri i imët me flokë të artë, gjimnazist në atë kohë, u betua që të mos shkonte ta dëgjonte atë kur predikonte. Por Billy Frank, siç e quante familja e vet, më në fund shkoi. Billy Frank, i njohur më vonë nga bota si Billy Graham, vendosi të shkonte për të parë se çfarë do të ndodhte. Ajo që ndodhe ishte që Billy Graham shkoi dhe u intrigua nga ajo që dëgjoi. Duke u rikthyer atje një natë tjetër, ai u përgjigj ftesës dhe u kthye në besim. Billy Graham u ka predikuar më shumë njerëzve se të gjithë ata që kanë jetuar ndonjëherë, përfshir apostullin Paul. Dhe ky zinxhir mahnitës i ngjarjeve u fillua nga shqetësimi i një mësuesi të shkollës së të dielës për djemt e tij. A jeni tunduar ndonjëherë për të menduar se ajo që po bëni nuk ka rëndësi, që askush nuk i kushton vëmendje dhe që askush nuk po dëgjon? Pavarësisht nëse jeni mësues i shkollës së të dielës, një pastor apo një nënë si ajo që më tha: "Unë vazhdoj të përpiqem që t'u flas fëmijëve të mi për Zotin, por nuk mendoj se ata më dëgjojnë ndonjëherë." E vërteta është që Perëndia nuk varet tek ëngjëjt e tij apo tek qeniet mbinatyrore për të shpërndar lajmin e mirë. Ai përdor njerëz të zakonshëm. Dhe kur njerëzit e zakonshëm janë besnik, duke bërë gjërat e thjeshta, Perëndia bën gjërat jashtëzakonshme nëpërmjet tyre. Kështu që herën tjetër që tundoheni të dorëzoheni, lutem të kujtoni Edward Kimball, këmbgulja dhe besnikëria e të cilit u shpërblye në mënyrë marramendse nga Zoti. Sa ndryshe do të kishte qenë bota jon nëse Edward Kimball nuk do ta kishte kërkuar djaloshin Dwight Moody atë të shtunë. Po, sa ndryshe do të kishte qenë. Ju miqtë e mi mund t'i numëroni mollët në një pemë, por është vetëm Perëndia ai që e di se sa moll ka brenda një fare të vetme. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.